Pas rreshjeve të dendura dhe vërshimeve që përfshin në zonën e Sarajit, situata në fshatrat përreth tashmë është stabilizuar. Ujërat janë tërhequr gradualisht ndërsa ekipet kompetente kanë ndërhyrë për pastrimin e rrugëve dhe hapësirave të prekura. Banorët kërkojnë rregullimin e shtраtit të lumit të thatë. Problemi është njerëzit, faktorë që marrën disa mbeturina fugin nëpër lumi, i kanë ngushtuar rrekën, edhe ujti nuk shkon në kanalin e vetë që duhet shkoje, po del në për ara. Dënohen ato njerëzit që ka bëjnë dame, mirë po edhe ne kina fajnë për arsye se i shohëm edhe nuk i paraqesim. Vetë e shifni çfarë gjendje është kjo reka. Pa e o dash prej moti, po se kanë ban. Të nderi thonë o shpallë që këshisa vite as ka rezultate. Veç unë Laskarë se këmë lonë që këtë kanal, as 300 shpallë Laskarë se as në s'kalon. Edhe që delta pse e ke lonë. Këta në shkujnë e zonë, belo, jo që ta të ngushturin, shkujnë e zonë. A du si cila me posë? Po si të dhe që ma tonë është, ma tonë jonë, kiti kanë zonë, veç unë e këmë lonë këta me, s'ka që edhe kërkushi. Një pjesë e lumit të thatë tashmë ishte pastruar, ndërsa rrugët dhe oborret me balt pastroheshin nga cisternat e mëdha me ujë. Projekti është në fazë sipër, presim rreth dimujve të filloj projekti i kanalit. Çfarë mbeturina keni hasë më shumë ose çka kanë qenë? Mbeturinat janë mbeturinat plastike edhe materiale ndërtimore. Domethënë kompanitë të cilat kryejnë ndërtime, ato hudhin mbeturinën në kanal. Kostoja është e rëndë kësaj pune. Nga komuna e Sarajit e thanë se do të bëhet edhe dezinfektimi i të gjitha shtëpive të përmbytura, por kjo do të ndodhe pas tharjes së hapësirave të përmbytura.